Alors on danse. Mos çoni mesazhe gjatë emisionit, më ndriqni vëmendjen sepse bie cilësia e emisionit. Dakord? Mbrapa mesazhet, mbrapa. Fari, e ardhmja e Spakut, a do t'i mbjetoj pushtetit. Dhe brenda kësaj jam kurioz të flasim me emra konkret për njerëzit që sot janë në paraburgim ose në burgim për ata që janë dënuar. Fari. Po. Si e mendon ti? I dashur Çanit, ti ke një emision lirie të vërtet për masat më serioze të saj. Dhe unë do të flas në një mënyrë, unë s'di të gënjej dhe të flas në mënyrë hipokrite. Unë do të flas si e mendon Fariu këtë Fiksa të dua, ajo më duhet. Kjo pyetja jote daton me një natë, unë kam qenë në emisionin të Zotit Fevziu, Opinion, ku u bë një emision për dekoratën që sekretari i shtetit Amerikës Punëve të Jashtme Blinken Del Fantomasi gjithandej. I dha ti Dumanit, kreut të Spakut. Lorenz Vangjeli i dha një kështu me Nikollesi i dha një dekorat. Po dhe ajo ka qenë një dekorat më e vlefshme se kjo e para. Kjo e Lorenz Vangelit ishte me vlefshme. E kuptova kontekst. Vë falë, qarë i thash unë atë natë, se të thuash atëherë, është ndryshë dhe të thuash atë. Unë thash që kjo është një flet arresti për nesër. Ky zotëria ishte sekretari i shtetit. E the në momenti që ky mori dekoratën. Atë dante më që u bëj emisioni. Unë thash që kjo mund tjetë dhe flet arresti për nesër. Çdo të thotë kjo. Në qoftë se drejtësia bëhet vegël e politikës, ajo do të ketë fatin e zhvillimeve politike. Që do të thotë, është vegël atë ditë që është në pushtetë Rama, këta janë me grada, me dekorata, me qerasje, me lezete private, familjare, të vogla, të mëdhaja, janë rehat. Rama këta duhet të shikojnë ku e kanë shkelur. Sepse Spaku kreu deri tani vetëm misionin e mbajtjes në pushtet të Ramës. Pa llogaritur që ky kishte një projekt tjetër që ishte vjedhja e pafundme e shtetit. Dhe këta si prokuror dhe jurist të rritur dhe të edukuar që të kapin hajdutin, janë vënë në një pozit ekstremisht të vështirë, në dy drejtime. E para sepse i kanë shërbyer dhe janë pjellë e këtij, politikani, si që është arrestimi i Metës, ta zëmë me këtë Irena Gjokës, si që është fenomeni Irena Gjoka është simboli i diskreditimit dhe dështimit të Spakut dhe GKK-s, gjithë reformës në drejtësi, sepse asaj bien të gjitha gjyqet, të cilat zhdukin nga skena opozitën. Tani në atë moment, ti mund të krenohesh që ardhë shtova presidentin në atë mënyrë kafshërore, që ta shifshihen dhe nuk të regojnë se kush ka qenë aji që ekzekutoj dhe kush është i Deusin, unë e kuptoj si shkrimtar, si shoke i Ilir Betës, si njeri që kam 30 vjetë politik, që është vetëm dëshira dhe është vetëm udhëzimi Edi Ramës, që e mendonte me ditë dhe me net, kur i shërbente dhe i lëpijej Metës, mendonte këtë çështje. Pra, e futur në këtë amalgam zgjidhjeje dhe zgjedhjesh, Spaku mori një goditje shumë të madhe dhe u kthye në një njeri që ekzekuton dëshirat e Ramës, i cili, për hir të vërtetës, këtu nuk e ka fajin i pari ai, fajin i pari e ka Departamenti i Shtetit që ishte i varur nga Sorosi totalisht me Blinkenin, të cilët urdhëronin dhe udhëzonin çdo gjë që kërkonte Rama, kërcënonin dhe vinin opozitën shqiptare dhe personalitetet e saj në pozita shumë të vështira, shumë diskriminuese, me fyerje. Luja kërcënoi prokurorin e përgjithshëm pse ai kërkoi që Bankersit pagunte taksat. Tashi u hap procesi për Bankersin. Tjetri goditi Ilir Betën, tashi bërtet kryeministri që i mbushi për 8 vjet me 38.000 flet arreste para burgimet, për 10.000 lekë asaj energjisë elektrike dhe vari vetën e njeriu, apo për atë plakën për
ato kasollet, pasi fliste për 7 katet mes Tiranës i analonte prap, por paraburgimet shtoheshin, tash i ka ardhur pika që flet Rama ç'është kjo me paraburgosjet. Se na kanë thënë ata tuaj, or ti je themelusi i kësaj, ti je urdhëruesi i paraburgimeve. Ti në 3 fjalë atë kishe frek, fjalën burg dhe atë përdorje, thot Freudi, nëse një person përsërit në mënyrë të vazhdueshme një fjalë apo fjali, ajo është drama e tij personale dhe frika e tij. E qartë është e bukur kjo. Kjo është e vërteta e tij. Tani ky është spaku dhe në këtë gjendje. E para kjo, e Ti po dyta. pret për një spak të njëjtë si në kohën që ishte Domani, si tani që jo më fal. Si në kohën që ishte Bideni me Blinkeni, si në kohën që është Trumpi me këtë Rubion. Deri tani ka ndryshuar asgjë? Deri tani ka ndryshuar një gjë. Çka ka ndryshuar? Që ky ka frikë të godasi opozitën me ato dhe do të lahet tash. Jo para burgimit. Pra, po gjurmë nga ana tjetër. Po. Ky do të lahet. Pra spaku jo i pavarur. Po të paktën godet nga 2 anët. Jo, s'ka, ja një minutë. Ta mbaroj iden se po ta bëjmë të bisedë. Po, dakor. Unë do shtaj vetëm diçka. Domethënë, në varësi të instrumenteve që janë lojë, dihet që sot janë 3 si thosh aktor. Opozita dhe spaku. Dhe tash opozita, dhe unë do shikoj nga perspektiva opozitës, do bëj një aleancë ose do jetë kundër të dyve. Pra, o do bëhet me Ramën dhe do bashkojnë votat edhe do ndryshojnë kompetencat ose do e shuajnë spakun, ose do bashkojnë do mbështesin spakun në situatën aktuale, duke kundërshtuar Ramën. Një lëvizje ka filluar, Sali Berisha ka kohë që nuk e quan më skap. E drejtë është, dhe madje ka ndryshuar dhe Lia dhe një disa deklarata që kemi. Dallohet kthesa e Berishës. Dallohet kthesë. Ajo që Jo, dallohet nga ana retorike të pak. Nuk flet më për skap. Nuk ka më siç i gjuan të Domani. As diskutohet madje dhe po të shikojmë ka ndryshuar shumë gjua. Po të shikojmë dhe precedente statistikor, pra ndaj kujt ka më shumë dënime ose ndaj kujt ka më shumë procese, janë eksponent të Partisë Socialiste dhe të kësaj qeverie. E tham atë. Po ne do të kuptojmë tani të ardhmen e SPAK. Po pra. Deri tani këto momente ania është ka dallë nga të gjitha anët, por mundohet të jetë. Kjo është pyetja ime. A do dita shfrytëzoj Partia Demokratike, opozita e bashkuar këtë moment për të mbështetur SPAK-un dhe si thua për ta përdorur si instrument kundër Ramës, zoti Balliu? Dakor. Pyetja Marsitit duke shpëtuar dhe këto situatë gjeopolitike. Pyetja Marsitit në fakt është e avancuar se ne duhet të përgjigjemi pyetjes a do mbijetoj këtë pushtet apo jo. Deri në fund. Vetëm për të mbijetuar pushtetin SPAK-u. I duhet një suport politik. Ti thua do një suport. Në kontekst, po. Tani SPAK-u dhe GKK-ja nuk ka më çfarë të godasit te opozita, sepse dhe ato që i goditi ishin falso. Se gjykata kushtetuese e konsideroi të gabuar dënimin e Saliut. Do kupton? Ky vet po thot për paraburgimet që përfshin të parin Ilir Metën. Ky po ngrihet kundër paraburgimit të Ilir Metës praktikisht. Dhe jo vetëm. Kupton? Mirë, po Ilir Beqe. Po sigurisht, po ky është autori tash ky ngrihet. Po këtu nuk kemi neve se SPAK-u ka ndrruar. Ora SPAK-u s'ka që dëgjoj ke opozita. Ç'a dëgjoj opozita? Ka 14-13 vjet. Tash SPAK-u i thua ndryshimi në Amerikë te Gringot. Po. Nuk ka sjell një herë të re te SPAK-u këtu? Jo, ka deklaratat e ambasadave që ndodhen javën e shkuar. Ka sjell dhe ka ndikuar teorikisht në distancë. Por është vetë realiteti Marti Arjan. Ç'kë do godasi nga opozita? Këtë do godasi ata. Po bëhet 14 vjet opozitë. Këtë do godasi. Dhe çfarë ndodh në këto 14 vjet? Këta se koha s'ka zbuluar asgjë. Këtu do të jetë një Nuremberg i pa imagjinueshëm se çfarë koncepti kanë pasur këta për vjedhjen e shtetit. Se janë të gjitha të organizuara, janë të gjitha. Ora si mundet ta djemtë të bashkisë të mësojnë me njëherë që të bëjnë firmë me këtë, t'ja japin emër të Marsidit të këtit, pastaj këtu të marrin tenderin, pastaj këtu të fillojnë hotelin Durrës, pastaj dhe gjithë. Këtë më ata një grua që ishte bërë drejtoreshe asaj tatimeve, e kishte filluar aktivitetin me firma, ja jepte vllajt, pastaj Dajas, pastaj këtij, pastaj hyke tatimet, merr lek, këtë paraqisin 100.000 lek regjistrimin. Ore këtu është një katrahur gjigande e vjedhjes. Dhe këta të SPAK-u tash janë vënë përballë një gjëje të tmerrshme. Këta kanë Ramën kryeministër, që kërkon të njëjtat gjëra, por realiteti është i gjithë kundër Ramës. Është i gjithë, çdo ditë dalin. Ja e peti atë 4.000 kanabis këtë drejtori i burgjeve, që SPAK-u dhe çfarë po ndodh tani ndodh degradimi i SPAK-ut. Këta janë në fazën që mund të degradojnë në një shkallë personale, sepse këta nuk po gjejnë parat, se këtu nuk është qëllimi në shoqëritë kapitaliste, është diq legu zotri.
në shoqëritë komuniste, ndjek politikën e i thotë se Ariani është djali i Filanit që ka qenë i dënuar, kur tu ndiq legët, ta ja kthej në Olsibisit 5 milion euro pronë shefit operacionales. Dhe ja ka kthyer kjo Irena Gjoka. Po kjo i ka këto veprimet, gjithë kjo është... Pa kjo ka dhe metën dhe dhëtoni, po metën e ka dikush tjetër. Po për gjithë, po pëse Fatmir Bendiu kush e kishte? Kjo i ka gjithë, Belerin e ka kjo, kjo i ka gjithë. Metën, kur kush kush? Kjo mërë kjo, po kjo mërë zotëri ka. Kjo e dha dhe... Po këtë Benametën? Kjo e ka dhe Benametën. Je i sigur të faktë? Po kjo i ka gjithë. Po e më si nuk ka një tjetër në gjykat, vetëm Irena është. Ja kësa i bie shorti. Qa perle, mërë qarë. O, qarë bigjozi, qarë. O, sa bugur. është me short plak. është ato janë ato gogla. Elektronik. Pra, tani, po ti ishte me shortin... Po ti ishte me shortin e Irena Gjokës, ekipit shqiptar të kombëtares do t'i bide me Zululandin. Kupton ti këtë? Ja ky është shorti falso i tyre. Tani ku është drama e Spakut? Drama e Spakut dhe atyre që janë atyre. Unë nuk i njoh personalisht. Kupton? Por unë kuptoj që ata janë një dramë të mirë. Ata po t'jenë burra me personalitet. Po ç'të bëjnë? Dhe që të dali dhe të thotë që Hajduti numër 1 dhe autori dhe kreu i po është kreu i organizatës kriminale me pak hetim del. Më fal, çfarë nevojë ka ti jurist që të kuptosh që rruga nga 6 milion kilometri të vej 16-17. More fari. Unë kuptoj, shikoj, e kuptoj tisin moral që ti po i vesh fjalive tua dhe unë kuptoj shumë mirë. Po le ti jemi pak me këmbë tokë. Ore nuk është e thjesht, kushdo qoftë. Është shumë e thjesht. Prit një sekondë mbaroj fjalin. Po të bësh detyrën është shumë e thjesht. Mbaroj fjalin. Kushdo qoftë, në një, se thuash, në një situatë të tillë që është Shqipëria, në një regjim, po themi, arbitrar, Po. Autoritare të Autoritar, po, sundus dhe drejtës. Nuk qeverisht, por sundon. Nuk është e thjesht, vlla, kushdo qoftë strukturë, të dali hapur kundër Ilisas Spiroparit. Është e pamundur, më. Më fal, në diktaturën e Enver Hoxhës, ishte një ministër që tha, unë nuk e firmos 21 pushkatimet e ambasadës sovjetike. Këtyre t'i vi zërë, se nuk ka fëmijë, pioner, i vogël, i shkollës mesme, që nuk e di, që Edi Rama e shndroi moralin e Shqipërisë dhe të shoqërisë shqiptare dhe hoqi artistin, politikanin inteligjent, popullor, hoqi politikanin e kulturuar, zhduku galerinë e arteve, zhduku teatrin, zhduku aktorët, zhduku gjithë vlerat ata dhe u zëvendësua me simbolin e njeriu të fortit që ka drogën, që ka klabin, që ka kazinon, që ka këto dhe ky është modeli që ju ka ofruar shoqërisë shqiptare. Fari, ka shumë njerëz që thonë, modeli forcës që Elisa nuk e ka mendje fare vetëm pikturon gjithë ditën, më nuk i di këto gjëra mor Fari. Ky Elisa pra. Po. Se ti përmend atë ti, kupton ju s'do ta përmend atë, po fut Elisën. Shumë mirë, po them Elisa, imagjino atë. Se kam një orë dhe më të çmende. Kjo të paktën e ka emrin e bukur, gjeze që nën edhe e ke je brenda. Ose përmend emra të tjerë pastaj. Përmend thuaj Kurani, pse përmend emra njerëzish mor burr? Aman mor Fari se më të çmende mor. I dashur. Është reklamë këtu po. Kjo është një nga dramat e mëdha që i ka ardhur Shqipërisë, që është zëvendësuar morali i shoqërisë shqiptare. E asaj Hollywoodit që hap Lgoni Luani. Ke pasur si e bën? Metro Golden ashtu. Se është hapi këtu, Po, me atë fillon. Me atë fillon gjithë filmat vizatimor. E kemi në atë, e ka ledhjo atë? E ditë e ka gati ledhjo. Plasin e ledhjo, aman. Shu që... Se e bukur. A i do t'jetë Spaku për Ramën. Golden si qëvet ajo? Metro Golden. Si qëvet? Metro Golden edhe ka dhe një tjetër. Metro Golden Mayer. E kemo ledhjo se ti e ke përdor atë, më burë. Po jo tani nuk e kam. Se ke tani se ke përdor para shumë kohë. O Farid. Shtu që e ardhmja e Spakut është e lidhur me dignitetin, personalitetin e tyre. Të paktën Spaku. A i dhe kërë të muaj Spaku është i pavarur të paktën, mund të mos jetë i pavarur. Zero. Prit, po është i pavarur nga miqtë tanë, nga rusët, nga kinezët. Që lidhe që pu kanë kinezët e rusët dhe Spakun? Që lidhe... Kotë bëra pyetje. Mirë, mund të jetë lidhur dhe i pavarur edhe nga... Të paktën janë të varur nga superfuqia që ne duam. Shiko, një pjesë e tyre, Perëndimi kolektiv, po. Se s'ka një hetim publik për raportet që kanë ata me interesa ekonomike, me këtë firma, me këtë biznese, me këto, nuk ka në një raport.
të shquar, të dalluar. Por ata, se ata kanë ja fat kushtetues si institucion. Pa fati kushtetues si institucion, kur të mbaroj, do t'i ngarkoj më shumë këta, sepse koha do zbuloj mysybetet të tjera, të rënda. Ti përflet një të ardhme që ne nuk e parashikojmë dot. Po, Se kemë shumë dëshirë këtë analizë. Jo, për mu, për 1 vit, 2 vjet, do ketë zhvillime të jashtëzakonshme. Si them vetëm një element të stashme, se dua ta bëj pyetje zotit Balliu, pikërisht në momentin, zotit Balliu, që Rama nuk pranoi të ishte imunitetin zonjës Balluku, dhe mbas reagimit që bën ambasadat e përfaqësive të vendeve të Bashkimit Evropian, del presidenti serb, Aleksandar Vučić, dhe deklaron që integrimi do ndodhi për gjitha vendet e Ballkanit. Deklaratë e cila duket se u ka një unitet për Ramën, dhe duket se ku kanë të dy njëjtin qëndrim, sepse edhe Rama pak a shumë kjo është gjë që kërkon dhe ky është ultimatumi që e vendosin të dy. Pra se thua se ka Për këtë thema, kë përmend më. për Elisën, po. Pra më se çmendem, ama si Si nuk shikoni këtë deklaratë, dhe si ka mundësi që pikërisht momentet vështira ka një unitet midis Elisës dhe Vučićit? Bravo. Ata do ta gjynjëzoj SPAK-un kjo aleancë? Unë të falenderoj shumë për këtë pyetje, sepse çdo intelektual shqiptar me inteligjencë mesatare, pa leje kur është e kalon atë, po ka integritet, ka personalitet, këtë pyetje duhet ta bëjë në çdo emision. Ajo ka qenë një nga krimet më të rënda të qeverisjes së Ramës. Dalja e tij në editorial të Përbashkët, në gazetën më të madhe gjermane, më autoritare, se më madhe me kështu numra botimi është Bildi, por Frankfurter Allgemeine Zeitung, gazetë e shquar për luftën kundër Miloševićit dhe Serbisë, ky del me atë. Por, që t'jemi të saktë dhe të ndershëm deri në fund. Ato janë teoritë e Macronit. Dhe ky dhe çdo lidhje me Macronin e politikës shqiptare është vajtje në tryezën e Vučićit. Sepse Franca, politikisht, Serbin e ka një bij të vetme dhe shumë të përgëdhelur. Mos harrojmë që para një viti i shiti avionët e NATO-s, ja shiti Serbisë. Mos harrojmë në sulmin dhe bombardimin e Beogradit nga Aleanca e NATO-s e gjithë botës, si thuash, ishte një oficer madhor francez që u arrestua që të tregonte projektin e bombardimit. Mos harrojmë shumë e shumë gjëra, edhe të fatit të diktaturës tonë që është e lidhur me atë. Dhe Macroni është autori i gjithë përzgjedhjeve të zeza që ndodhin në Bashkimin Evropian. Sjellja e Ramës që spyt për goditjen gjermane, që spyt për imunitetin e Ballukut, sepse ka mbështetjen e Macronit. Për spyt ka mbështetjen e Macronit dhe të lutem shumë këtë na dëgjoj në vëmendje. Dhe është shpreha më e koncentruar e korrupsionit total të leadershipit të Bashkimit Evropian, pa përjashtim. Që këtë njeri, këtë sharlatan që bëri zgjedhje me një parti në shekullin e 21, nuk e ndëshkojnë haptas, po i vinë për qarka të leteve të tij. Dhe ju e pat Marta Kosin, për çfarë u akuzua? U akuzua për agjente e shërbimit sekret serb. Pse? Është fshehur pas Francës. Prandaj doli kaq vonë. Ishte ajo vllahuti nga këtu një krye hajdute e gjithë të tjera, dhe ajo ishte tamam për atë, sa është ai numri 0900. Presidenti, ish presidenti i Kroacisë, Stipe Mesić, një burr historik i madh i zhvillimeve të Ballkanit dhe mik i shqiptarëve, më ka thënë, zoti Balliu, ju lutem, shërbimi jon e ndiqte atë për agjente serbe. Dhe ja ku dalin të tërë këta, dhe ky del në fotografi me atë dhe i fut thikën Kosovës, dhe kush prek Kosovën është një nga monstrat më të mëdha që pjell ky popull. Kush prek Kosovën? Dhe deklarata e Donika Gërvallës është një zonjë vërtet me atë që tha, që sa herë që Vučići është keq, ky i gjendet me deklarata. Dhe ajo deklarat kishte fjalinë e mrekullueshme që Kosova nuk do ta harrojë këtë. Dhe po të shikoni juve, ka një sër Vučićër që vi në rrotull në për ekrane, të cilat nuk ka kusht i kapi, sepse kryetaria e shërbimit informativ është hequr nga Kurti për këtë çështje. Ja pra si del rrethi kaq i madh. Ndërkohë që sot vjen në Shqipëri dhe është aktualisht shefi i shërbimit informativ. Edhe mendoj që s'jef një njeri në Shqipëri përveç Ergys Agasit, vetëm që kanë njeh ajo. Por nëse janë vërtet të gjitha këto dhe ishte perle gjithë kjo që bëreti, gjithë kjo parashtrim,
Ishte shumë e bukur, Fari. Tani të them edhe një fjali dhe ta mbyll. Pullëdhënësi i Edi Ramës është Macroni. Dashuria e Edi Ramës është Sorosi. Këtu është mbytur fati i zi i asaj partije dhe atyre njerëzve pa karakter, atje që janë në atë parti që nuk ngrihet në t'i thonë ati. Orë zotri, mirë për Saliu në thej këtë. Dhe doli që edhe atë të ekipit partizane e ke firmosur vetë. Mirë për Fariun ke thonë këto. Mirë për këte ke thonë këtë. Po këtë Vučićin në kula e pësjel në Partinë Socialiste. A e di pse? Sepse dhe aty ka një bërtham të rrezikshme. Në vitin 1900, kur u bën bombardimet e Beogradit, organizata e Partisë Socialiste të Vlorës ka vajtur për të protestuar në avionët të Italisë, ku ngriheshin avionët. E kupton? Prandaj gjërat duhet të jenë të pjekura, duan dituri, informacion dhe dashuri për Shqipërinë dhe për atë dheu. O Faris, e zëm për një moment të gjitha këto janë të vërteta. Po si ta zëm për një moment, to kështu janë, kështu do jetë. Është bëj pyetje. E zëm për një moment që këto janë të vërteta, mo. Dakor. Jam e supozoj. O zotri, kjo nëse është e vërtet, atëherë kjo rrezon gjithë ato gjithë tezat. Po. Që Elisa Spiropali i bën të gjitha, sepse në fakt ai tjetri, që përmendi ju, që unë s'do të përmend me emër, ai gjithë ditën e ka mendjen tek fasadat, i thotë te arkitektët, te shoqata e arkitektëve, te pikturat, pra, fare sekond tani. Nëse është vërtet ky nga mbrapa, atëherë duhet të jetë Elisa, nuk mund të jetë ky tani. O merr ky me arkitektët vëlla, dhe do kullat, ose nuk mund të ketë kohë varit merret me këtë që thua ti, se po më me këtë i thua ti, bie të jetë gjeni. Dhe pastaj nëse është gjeni, pyetja tjetër është, ore, ky Berisha, që është kundërshtari i tij kryesor. Po. Dakor? Po më thua, ky lidhet me Macronën. Me Macronën është lidhur ky që e mbron Macron ai theti. Berisha do bëj gjithçka të lidhet me Mersin. Dhe gjermanët i kanë thënë shenjat e para. Zotri dil hapur si një kryetar opozitës edhe denoncohet këtë që bën Fariu. Mos e le Fariu të ato studio, vlla. Denoncohet ti. Kto e publikisht. Apo e kam gabim. Tani. Le të flasim hapur nga pozicionet. Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, është institucion. Është institucioni më i rëndësishëm sot. Nuk ka rëndësi kjo, Falë për një minutë. A i ka shprejet e vetat për protokollit dhe i dia ishe që atot. Për këtë që theti për Gjermanët, unë për të them që tashi në Gjermani ishin 3 nga njerëzit e Partisë Demokratike që bën taktime ekstremisht më të rëndësishme se të Niko Peleshit që është kryetar kuvendri, që shoqëroi dhe nga kryetari i grupit parlamentar. Këta 3 deputet morën takime dhe më të mëdha. Dhe të rikthehemi te do të thirren prapë. Sepse jemi në fund. Po, në rregull. Prandaj unë dua të them. Jemi në 7 minutat e fundit, Po, unë dua të them që kjo çështje që pyeti zotëria për Vučićin ka këtë zbërthim, ka këto rreziqe dhe ka këtë dramë të madhe përpara. Dhe zhvillimet që do të vinë në Shqipëri do të jenë të lidhur me këtë kontekst. Është i lidhur fati të dyve, zoti Balliu, pra para njëri nuk bie dhe tjetri? Ata janë shumë të lidhur me njëri tjetër. Me kush? Ata janë shumë të lidhur me njëri tjetër. Kinë parasysh që ky e bëri foton me atë, zoti Çani, në kohën që ka një akuzë nga prokuroria e Milanos për safarin e Bosnjës, ku është Vučići i dyshuari, kryesor. Në kupton që do thirret nga prokuroria, po gjykohet që të thirret nga gjykata speciale. Edhe ky njeri nuk pyet. Ky nuk pyet, është i detyruar. Te Berisha, valla. Më dëmshon kuriozitet, sepse vetëm ti mund të mashtrosh. Si ka mundësi në çdo deg të Partisë Demokratike në Tiranë dhe jo vetëm, bile më shumë dhe në rrethe, ti është gjithmonë e vura re këtë në ca media që e pash, është detaji, nuk është se kishin nxjerrë mediat për atë, ishte lajm tjetër. Detaji më shkon mua në syt atje, ika nga fokusi, vata të cepi ekranit, dhe vija re një foto të vogël të Sali Berishës, ku ka qenë i ri, jo tani, po, e mbajnë në çdo deg, dhe thash vetëm një sekondë, valla. Kështu mbanin Mao Tse-dunin, mbanin këtë Ajatollahun, mbanin këtë thuajt Koresë Veriut, Kim Jong-un. Çdo Sali jo degte PD-s, na thua do të Fari? Është kryetari i PD-s. Dhe në degte PD-s do mbahet kryetari i PD-s. Kush do mbahet ky Ajatollahu i PS-s? Ky do mbahet, s'ka ndonjë gjë ajo. S'ka lidhje. Nuk është kjo praktikë që ndodh në Europë. Nuk e kanë fotografinë e kryetar. Gjitha unë kam parë Berlusconin në Itali. Unë kam parë foton e Berlusconit te partia Forza Italia. Vjen keq. Po jo në çdo deg o burr tani. Por nuk e di unë deg, unë pas Milano ishte
Tashi, a ishte në bari, nuk e di. Po, e pash atje. Kështu që është. Duhet dish. Dhe dashuria e vetë njerëzve që janë në përdek që duan ta mbajnë. Por e mua më çuditi dhe isha u bëra kurioz, sepse unë nuk kam asgjë kundër, unë e kam xhan shumë doktori, më doktori është brillant. Por edhe Nuk ka lidhje, po. Politika është U çudita se si e pranon doktori këtë gjë. Fal, politika është një lloj religioni, janë mbahet pa. Shpirt është Po pra, ky Semesioni është shef i madh, është guru e madh më burr. Normale. Pra ky nuk është ore Saliu nuk është njeri më. E di çfarë më thoshte një miku im një ditë. Saliu dhe kur mos jetë më këtë jetë, Po. pas jetën e gjatë, po një ditë kur s'do jetë më, nëse s'do jetë një ditë, se mund të jetë. Po të gjithë përkohshëm jemi të jetë. Jo, pa ai mund të jetë vëlla. Ai është i pritshëm për shkak të ideve. E di ç'ma thon Fari? Ai do ekzistojë me hologram. Patjetër. Pra do kemi Saliun prap vëlla. Në mitingje. Tani në teknologjinë hologrami ekziston, ë? Tani do kesh Saliun të gjallë zotëri. Do vesh ta prekësh vëlla, të japësh dorën. Mua më entuziazëm. Arjan, Pra Saliu nuk vdes kur Fari, e kupton apo jo ku arritëm? Arjan, unë do të them këtë gjë ty. Doktor, nëse na shikon, Është fatkeqësi e madhe, gëzuar Baromin. është fatkeqësi e madhe që ekranet dhe shumë analistë nuk shikojnë një zhvillim dhe fuqi të madhe që ka marrë opozita. Nuk janë ende ta Je kuptojnë i bindur o Fari. në mënyrë absolute. E po, me që la fjala, me që u futet e kjo, Ledio plas fabulën e tretë në ekran, shikohet. Me që u futet e kjo pjesë, më futet opozita.